Në 2022-shin, po të liçeni artificial, në atë pozicion e shoh ju Rikim. Më fton për seks. Jo! Edhe zbres me Rikimin aty, ta e pozicion, mu në atë pozicion aty. Kishte rënë shi, dhe me thonë, gjatë mbrëmjes, gjatë natës, dhe me thonë, edhe ishte ora 11. Edhe thash, dala ndaj nga liçeni, thash, edhe të kthelloj mendimet, edhe të kaloj kohën, dhe me thonë. Edhe ishim pashku te gjimnazi veror, aty ku është konviktet e gjëra, dhe me thonë, aty te liçeni, edhe ku shoh një breshk, që po ngjitej, dhe me thonë, sipër në krah kundërt me liçenin artificial, breshkuj nga ata, që po ngjitej, edhe tani thash, shkon krah kundërt ujtit, sikur nuk shkon si mua bë. Po, dhe me thonë, t'ja ndrej pozicionin bëvaki kthehet prap edhe njëra ndaj, pasi ti e di që edhe treni kalon. Pasi një punë mrekullueshme. Pasi ti e di që edhe treni kalon andaj rreth e rrotull, dhe me thonë, edhe thash mos e shtyp dhe treni, shpëtova jetën. Bravo. I shpëtova jetën, e kapa. O, zot, çeka. Po, më Legjenda. E dini çfarë Nobel për paqe, sa vetëm çoj foto, ku do ku je dim çoj foto. Po, e kuptoj. Ke legjendën këtu, ke legjendën atje. Edhe tani e kap breshkën, edhe siç e dini në krah tjetër, do të thonë, është pyet shumë i dentur, do të thonë aty, edhe futëm unë aty për me çute ujti breshkën. Po. Edhe ç'a ujë do breshka? Kur aty ishte, po ç'a do bëj vetëm të ketë me notue, me për konsumim vetjake gjëra. Edhe ku shoh aty ishte një dru dushku, do të thonë. Edhe ishte unë një gocë, po nuk duke nga rruga, do të thonë. Prap, do më thash të më tregosh një gjokë bukur, një gjokë breshka, një gjokë kështu që na hapësh një mesazh të thellë nga ato si 19-20 vjeç, do të thonë. Ishte ul dhe shikonte patat, do të thonë diçka romantike. Jo, se janë indian. Edhe shikonte andaj nga patat sa po kishin lindër ato patat e vogla, dhe me thonë, e ishte dhe e pata e madhe, dhe me thonë, dhe shikonte diçka romantike, dhe me thonë, kur e shoh une breshka. Kje goca si ishte ullë ati dhe ishte në gjithë përpejme, dhe me thonë ati te liçeni. Ke liçeni? Po, edhe i kishte sytë me lot. Kush e ti kishte për... Do shta u prek nga gjesi që pone ti breshka? Kishte përjetu diçka, dhe me thonë, një ndarje, një diçka të tillë, edhe ato kujtime kishte dhe me vetë. Gjino, e ndarë me 13 dhe plagos. Edhe kur më pa mua habit mendoj që mos jem një që e kam ndjekë ashtu, po kur më pa... Me ato që ke boti që ke thonë ti normalisht do të menojnë edhe rob të shusit, çfarë thotë? Kur më pa me breshk, atëherë su qetësu, dhe me thonë, e pa që s'kisha, ishte komplet rastisht me të, dhe me thonë. E lë një 50, po jo, a qut pardonimon, ishte 50 cm larg ujtit, dhe me thonë, e lë ati që edhe ajo aromin e ujtit ta të rejtë vetë, dhe me thonë, si shko vetë, dhe me thonë shumë romantike për diçka aty. Edhe ajo shikonte... Edhe breshkën, fut liçen. Po, ajo shikonte patat, e rosat, ajo gocat, dhe me thonë, kurse unë... Breshkën edhe ulëm... Po ti si pia si e patat? Po, i shikoj ati si ishim për rreth... Po më shumë e kishe me një breshka? Po, edhe tani e nxjerr gjupin, me që se ishte lagështirë, dhe me thonë, edhe thash vë bythën ati që mos lagëm, edhe eftova dhe atë, dhe me thonë, me që se shikonte patat ajo, që ta shikojmë zbashku këtë moment romantik. Film pa pare, dhe pa bileta. Edhe kur u çu, e parë që ishte bërë pis, dhe me thonë se ishte lagështirë, edhe nxjerr një farsonet nga këta aty, edhe fillova duke e fshi, dhe me thonë aty që si balë dhe më flisë gjupin, jo për gjë, dhe më dhe pis gjupin, se dele të balë të ati të gjupi. Para se t'ule ke gjupi, pra, ajo ishte pis. Kur i dolem pak brek të bardha kështu, e thash, prit i zgjidh pak, thash që të thanë, edhe mos të flisë gjupin, dhe me thonë. Edhe Maroj, jo. Më futën digishta edhe tha, dina shojnë. Më tha, dina shojnë. Atëres i thash, mos e vrit menjen, i thash, se jemi vetëm ne dy. Pse kishe fik dritat gjithë liçenit? Ja ule, po nuk dukeshte se ishte pozicioni shumë i ngushtë, ta tregoj një ditë kur s'kem andej. Jo, nuk vim. Nuk vi atje. Ja uli ata kilotat, edhe pastaj unë i lë ati me romantizmin e saj, edhe largohëm, se kam punë të mija, pas gjati një 23-24 minuta dhe u largoha. Kurse... Jo, tu tani të dalin... Në 2022-shin, po të liçeni artificial, në atë pozicion e shoh ju Rikim. Ambasadorën amerikane ishte me ditru përëja. Ishte ati. Po si kjo aty?
Ke liçen. Jo, ajo nuk ishte aty të vendin të Dushku. Kalonte aty për rreth e liçenit, domethënë, kalonte Ka mbjell të Dushku ndoshta. romantizëm, në 2020 dishin, në tetor. Ka ishte Në tetor ishte me 2 truproja. Edhe tani ajo më shikon unë e shikoj, Shkova te Eurikimi. edhe më fton për seks. Jo. Edhe zbres me Eurikimin aty, taj pozicionin, mund atë pozicion aty. Seks me Eurikimin. Jo, zem. Seks, për zotin aty, mund që aty në atë vend ka ndodhë, me thonë, ato ditë rëprojat nuk zbritën poshtë, për ndenjën aty. Thasht ja fusë Po, me qënë si ishte kineze, thasht dë bërtet shumë se e ka të ngusht kinezja. Edhe aty u stepa, aty u stepa, po edhe thash, po t'ja fusë dë ndigjen këto trëprojat edhe dë ndërin. Edhe për atë, po, ishte i zora 11-20 diçka e tillë, me thonë. Aty të liçeni ishte me aty, mbaron po në masi një gjysore mirë. Po, edhe ikëm secilin po në vetëm, edhe ai vazhdoi me trupërejat tonë ashtu. Po si ishte me Eurikimin? Po femra bujë si gjitha femrat, se mos kujtoj se ashtu. Po jo, vetëm seks ishte thjesht fizike, asgjë tjetër. Po ishte një kurs. Tani është shtëpia e bardhë, edhe duket se merret me Ukrainën në sfundi me administratën tonë. Sigurigo jonë s'pa hajër më Shqipëria, jemi pa ambasador tani. Po tani unë jam e profesion Amerikën, derisa të vijë. O, përshëndetje, keqëm qakis? Ja, ta gjejmë motra. Ishala, për shumë gjona që më ka bërë, sepse ka folë më me avokatë. Nuk duhet në ndërpresë asnjë. Po thavesh vetë fare. Jo, nuk duhet në presë njëri fare. Lajt zë ka që. Për pensionet, a morë bonusin e pensionet? Morë bonusin? Jo, se kam marrë. Si jo? Nuk e kam marrë, thëmë. Pse, nuk jeni pensionist ju? Nuk jeni pension? Jo, s'kam shko me marrë, ja kisë jam Pa e pensionist. di që ka dalë bonusi apo? Pa e di. Do shkosh ta marrësh. Po që kishë, pesaj gjatë. Mos harron momentin pasaj kur të votosh. Ne kena marrë kari, Di. Shiko këtu, kina. unë nuk më da me në nutë. Jo i qimi, edhe milionën si ja votë këtu në atit logatit gjatë. Nuk jep, pse po jep ngre pensione, po jep me herë pas herë, ju dha para 2 muaj, ju prapë. A është mashtrusi me modhë që ka pa të kjo tokë, Shqipnia. Pse ai po mundohet më kaq. A i më no, po të mbëllë. Ajo bëllësime, ja. Pa e jep pensioni, a jep pensioni, ju thoni që është... Ajo është pederas për burja, stop. A është makisin të vërhoqë. Makisin të vërhoqë, pse ka arbitrasin që të vërhoqë? Shok, si është puna këtu? Tani ishte një kurs për piano. Për sa të histori. Ti e ke pa filmin Apasionata? Vetëm 2-3 nota di domethënë nga Apasionata domethënë dhe nuk jam domethënë shumë se s'dukemi që aty. Po.